Pas faljes së namazit në sheshin Skënderbej me besimtarët musliman shqiptar, sekretari i përgjithshëm i Ligës Botërore të Islamit, Muhamet bin Abdul Kerim Elisa, i cili drejtoi edhe kremtimin, dha një prononcim për mediat. Ndaj me ju edhe me bashkëbesimtarët e mi, është edhe një herë rikujtimi i diçkaje që e gjithë bota e di shumë mirë. Rikujtimi i faktit se shoqëria shqiptare, se populli shqiptar ndan apo jeton një tolerancë dhe një bashkëjetesë fetare që është për t'u lavdëruar në mbar botën. Këto burojnë nga vlerat që ky popull, nga morali që ky popull ka manifestuar brez pas brezi dhe ka arritur që të përcojë edhe tek brezat e sotshëm. E dim të gjithë shumë mirë se në përbot sot kemi konflikte të lloj-llojshme, konflikte në të katër anët e botës, të cilat her pas here burojnë edhe nga divergjenca, burojnë edhe nga mendime të ndryshme apo qasje të ndryshme rreth çështjeve që mund të jenë fetare, kulturore, politike e të tjera. Prandaj bota sot ka shumë nevojë që të ndjek shembullin e mrekullueshëm që jep shoqëria shqiptare nëpërmjet vlerave të saj të bashkëjetesës dhe tolerancës ndërfetare. نحن فخورون بهذا الشعب الذي مثل نموذجا رائعا في التعايش في ظل التنوع الديني والإثني الذي الحقيقة يعتبر إضافة مثرية لهذا الشعب، وأيضا هذا الشعب الذي أعطى رسالة للعالمين بأن التعايش بين هذا التنوع يكون على أكمل وجه من خلال الوعي الذي يتمتع به هذا التنوع في هذا البلد. وهذا الوعي لا بد أن يعزز لدى الجميع وأن يعزز من البداية ليستوعبه الجميع ويكون ثقافة سائدة. نحن سعداء بهذه اللحمة الوطنية في ظل تنوعها الديني والإثني. Ta dini se këto vlera që përmendëm, pra vlerat e bashkëjetesës, neve në mbar botën, si bashkëbesimtar të besimtarëve musliman të Shqipërisë, apo si vëllezër të mbar popullit shqiptar, na bëjnë krenar, na bëjnë të lumtur dhe na bëjnë të gëzuar dhe mundohemi që ti promovojmë ato, mundohemi që ti reklamojmë ato kudo jemi. Prandaj kam edhe një thirrje së fundmi që këto vlera të mrekullueshme që ju keni dhe manifestoni në shoqërinë tuaj, le të bëjmë maksimumin, le të bëjmë të pamundurën që të përhapen edhe tek brezi i ri, të promovohen dhe forcohen edhe tek brezi i ri në mënyrë që edhe ai të ecë në hapat e brezave të mëparshëm. لديكم أيضا قيادة متميزة، لديكم قيادة متميزة عززت من هذه اللحمة الوطنية وعززت من هذا التعايش وهذا التسامح الذي يشهده هذا الشعب المتميز. Ta dini se gjithashtu udhëheqja që keni për sa i përket vlerave, për sa i përket shumëllojshmërisë dhe bashkëjetesës ndërfetare, është një udhëheqje pothuajse e përkryer, e mrekullueshme, e cila bën të pamundurën, e cila ofron maksimumin e shërbimit të saj në mënyrë që këto vlera të konservohen, të promovohen dhe të transmetohen tek brezat e rinj. Faleminderit.